Qarku i Korçës paraqitet i pastër sa i takon sëmundjeve infektive që mund të prekin gjedhin dhe bagëtitë e imta që mbashtohen nga blegtorët. Shërbimi veterinar në Korçë bën me dije se deri në këtë periudhë kafshët e fermave dhe të ekonomive familjare rezultojnë të jenë plotësisht të pastra nga sëmundjet infektive, duke konfirmuar një situatë të qëndrueshme në sektorin blegtoral. Kontrollet e kryera në terren nga shërbimi veterinar tregojnë një gjendje të mirë shëndetësore, ndërkohë që monitorimi vazhdon në të gjitha bashkitë e qarkut. Paralelisht ka nisur zyrtarisht gjurmëeshmëria për tuberkulozin në gjedh, një proces i rëndësishëm për parandalimin dhe identifikimin e hershëm të çdo rasti të mundshëm. Sipas burimeve në shërbimin veterinar, deri në këtë fazë nuk është konstatuar asnjë rezultat pozitiv, çka tregon se kafshët janë të mbrojtura dhe nuk paraqesin rrezik për përhapjen e sëmundjes. Specialistët theksojnë se mirëqenia e kafshëve mbetet prioritet, pasi Korça njihet si një qark me zhvillim të lartë blegtoral, ku mbashtimi i gjedhit, deleve dhe dhive përbën një pjesë të rëndësishme të ekonomisë lokale. Investimet në higjenë, vaksinim, kontroll veterinar dhe kushtet e strehimit të blegtorisë kanë ndihmuar në ruajtjen e kësaj situate pozitive. Shërbimi veterinar do të vijojë kontrollet në terren përgjatë gjithë sezonit, me synimin për të garantuar shëndetin e tufave, sigurinë ushqimore dhe cilësinë e produkteve blegtorale që dalin nga ky qark.